Kryendeshja e këtyre takimeve të Kupës ishte dje në stadiumin Recep Rexhepi në Drenas. Fernikeli Llapi 1-1 koha rregull, 2-2 vazhdimet dhe 4-6 rezultati përfundimtar i Kupës. Si a dolët ta eliminojnë Fernikelin? Po mendoj se na kanë qenë të vëmendshëm prej fillimit dhe prej shortit. Të di që më të vërtetë janë dy skuadra të cilat që 2 vite mund të them Fernikeli ndoshta viti i tretë që është pak një skuadër stabile dhe ne gradualisht i na komponuar si skuadër në realizim i mirë Llapit dhe kena di që do të preti punë e vështirë. Nuk ka qenë lehtë ballafaqimi me Fernikelin në Drenas, me një skuadër e cila për 2 vite rresht ka qenë kampion i Kosovës, fitues i kupës dhe mentaliteti fitues ka qenë në skuadrën e Fernikelit. Do të di që ka pas trofet, por asgjë nuk është e paarritshme. Duhet të harrojnë gjithë se dikush është i përkryer dhe nuk ka të tjerë. Nuk ka sot në futboll mendon dikush se unë jam më i mirë apo unë jam gjithmonë kampioni. Do të thotë ne shumë në kampionatet evropiane që ndryshojnë skuadrat për skuadrë, ne po ndeshën në Barcelona, në ekip gjigant, por humbi me një rezultat shumë thellë. Tash dhe duhet të ceku që ka qenë ndeshje e vështirë për ne, por këtë sezon kam pas besimin në skuadrën, kam pas besimin ata djemë që 4 vite punoj me ta bashkaresht dhe shumica prej tyre lojtarë që e kom rujt ekipin, dhe ta është në superiore në vitin e 2 që jam me Llapin, do të kom pas besim që do ta kaloj këtë sfidë shumë të rëndësishme. Ashtu lojtarët kam pas besim, të di që më të vërtet kena punuar shumë, kom lënë kohë shumë të shkurt pauzës mes sezonave që të përgatitna për këtë ndeshje, që kom ditë që është derbi. Ja arritëm, edhe pse nuk ja arritëm në kohë të rregullt të kalojnë ndeshjen, sido që të jetë gjithmonë kena qenë përsisë skuadrën ndaj Fernikelit. E di edhe mungesat e Fernikelit, por edhe nuk kam qenë me 3 mungesat kryesore, Lombar Saliu, djali i cili ka për Austri dhe shtop lejtar, por mu si trener, si kom aktivizuar në ndeshje. Florin Berbatovci s'ka qenë edhe ai poshtë në ndeshje, do të ka pas me një lëndim, Egzon Sinoni në qendërbojës jashtëzakonisht i mirë i Llapit, i cili ka pas kartona. Po të ishin qenë këta, do të ishin në vazhdim fare. Po mendoj me pas qenë këta i shkry loja me rezultat më të mirë, po si do që tjetë unë jam i kënaqur me këtë rezultat, kena dita menaxhojna ndeshjen mirë, kena luajtur taktikisht mirë, edhe tash është shumë e lehtë ato të e di që pinjofëm skuadrat, po njohëm edhe mentalitetin e skuadrat. Dje thatë se ja bllokuat me sfushën Fernikelit. Ishte ky qelsi aty suksesi? Po mendoj që për ata është në bosh shumë analista në Kosovë dhe çuajtur të futbollit dhe kanë ne trajnerët për kim probleme me diskutuar dhe me folën ashtu apo lamin tonë profesionale. Nga në po duhet me çanë atë motor, por ata të cilët e kanë pa lojën dhe mendoj që shikojnë lojën në aspektin sportiv, jo në aspekte të tjera. Mendoj që qelsi i suksesit të Llapit ka qenë dje me sfusha e cila me të vërtet prej minutës parë kanë dominu. Dhe ato ka qenë edhe fokusi im të Fernikelit, të di që ka lojtar cilësor, siç është mentosh Dredan, lojtari i cili ka qenë disa vite lojtari më i mirë në Kosovë dhe prapë mund të them ka cilësi. Ato dominuam shumë shpejt, kena qenë të vëmendshëm, kena ditë lojën e Fernikelit që luan ende me një lojë pak me topa, pak më të gjatë, me topa në ajër, cilët do të komponu për këtë lojë të Fernikelit, duhet të them edhe pse sa aplikoj atë lojë si trener, por duhet të përshtatet edhe skuadra që ballafaqohen me to, edhe pse to e di që më të vërtet se dëshiroj atë lojë tillë, po për kup nuk kena shumë do të kalkulime për të bërë si trenera, duhet të ta fitojnë ndeshjen, e di që publika ka kërkuar dhe kërkon gjithmonë të ketë lojë më të mirë për sy me aksione më të bukura, më të rrjedhshme, por mendoj që kupa ka këto sfidat e veta që na zguxojnë shumë të mendojnë ashtu për vim deri te fitoria. Prapë do të thotë në pjesën e parë shumë duhet të them që më dominues, në pjesën e dytë Fernikeli dominoi pak disa minuta, po ishte taktika jone të shumë se çka, po dom Fernikelin edhe 15 minuta, 10 minuta të parë, pastaj në atë çasëm taktikës tonë lojës, ashtu doli do të thotë prej një gjujtje të lirë ku një gol, Eurogol, më të them ka Festim Krasniqi, ku shumë pak shifet në futbollin e Kosovës, duhet ta them. Disi do të pranojmë golën e barazimit, jo mirë, me një gol e cilat mendoj që fajtorës pikërisht lërzim të shllagët cilën e kemi këtu. Mendoj që jo, nuk është fajtorës, gjithë janë fajtor, kjo është si trener duhet të them në aspektin profesional, kam dëgjuar shumë trenera, por është gabim thotë që është fajtor për tjerë, është fajtor një lojtar. Do di që ato marrin pjesë 11 lojtarë, gjithë janë fajtor edhe për suksesin dhe për mos suksesin, për arsye se ato është një lojë kolektive, një lojë që luhet bashkëpunë. Gola e dytë pranu do të thotë jo mirë, prapë na do të arritëm që në minutat do të lojnë shtesë me ndrimin taktik cilin e bëra, besoj që se pranoj
kolegu im, por ashtu ishte. Do të pikërisht ashtu siç kam insistuar taktikisht viderit e gola e dytë ashtu e realizova me Melendakun, i cili e aktivizova në lojë, vrejta se ku ka probleme Fernikeli në repartin defanziv dhe kërkova ato me dëpërtu dhe gabimet e tyre me finalizuam golin e dytë. E pranum golin në 20 sekondat e fundit të gjysmë gol. Unë i kuptoj lojtarët që ka qenë stres një ngarkesë e tyre, pasi ata mendojnë që përfundojnë ndeshja nuk përfundon pa era referi Pipit arbitri. Por si do që tjetë, unë mendoj këna dominua lojën gjitha aspektet, e kanë meritu fitoren gjësi lap, dhe ajo shpërblim me penalti, se penaltia nga njëra është dhafat, por jam i knaqur me angazhimin e lojtarëve, kam lojtarë cilësor në skuadër, s'kam që të foli për lojtarë si Bojari Drizi, Dardani Ashor, repartin defanziv, Lom Namane, shumë lojtarë tjerë cilësor, Festimit, Krasniqi, Berati, edhe të mështin të ashtar kejtë mund të përmendi këto, por me të vërtet o vrejtë që është një skuadër stabile dhe si vjetë jena shumë që do të se kena ndërmend fot mungut, do të shkojla prej ndeshje, jena që tash jena dy garat. Do të flasim sërish për ku, pasi të shohim edhe pomit, do të besim tek Luzim Doshlaku, kapiteni Fernekelit, çka nuk shkojë. Do të përmesoj se kapiteni është Fitan Garbeshi, unë jam Dje ke qenë kapiten. Natyrisht, dje ke qenë kapiten. Po na e kena fillu lojën mjaft mirë edhe na jena përgatit mjaft mirë për këtë ndeshje. E kemi ditë se Llopi nuk është një kundërshtar i lehtë, është mjaft ekip e mirë, të cilët kanë rrollat e veta lojtarë mjaft cilësor. Mirë po, na e kemi qasë takimit në mënyrën më të mirë, kemi përgatitur takimin edhe në bazë të përgatitjeve që i kemi bërë edhe më herët, që kemi fillu me 4 janar, pastaj përgatitjet në Antali. Mirë po, ndodhe që ndodhe në fushën e lojës, gjithçka ndodhe në ndeshje, mirë po, në fund fituan Llopi, mendoj pak se me fat, për shkak se në lojën e kena dominu shumicën e kohës. Shihet edhe nga rastet, edhe nga aksionet, kush e ka po ndeshjen mund ta vlerësoj, për shkak se kemi qenë dominant ndaj tyre. Mendoj se përgatitja fizike ka orë shprehje tek na në pjesën e dytë. Mirë po nuk arritëm i konkretizuar rastet, golat që i kanë shënu këta përveç gjuhetjes lirë, ajo që s'diskutohet që është një gol mjaft i mirë, edhe që rrallë herë shihet në stadionet tona kosovare. Goli i dytë i Joni që e kena pranu ka qenë gabim i mbrojtës, thuaj se nuk mos koordinimi portierit me lojtarin e fundit dhe ja kemi fol thuaj se një gol trajner. Mirë po, pastaj ne kemi marrë ndeshjen, jemi kthy, 2 herë jemi kthy në ndeshje, edhe në penallti shkum, mirë po, penalltia më shumë se thuaj se është fat, edhe shënuan fitoret gjë që ja uroj. Unë vetë duhet ta korrigjoj pak dhe lojtarit. Mendoj që një skuadër e cila gjithmonë është në përsi, është ajo skuadër e cila ka dominu lojën. Nuk do të thotë se një skuadër e man topin posedim dhe dominon lojën, por skuadra e cila ka lënë në përsi është gjithmonë që dominon ndeshjen. Edhe goli i cili është realizuar nga skuadra e Llopit, mund të them që është ashtu, do të i gabimit të çdo trajner dhe çdo kundërshtar për gabimin e kundërshtarit. Ne kena prit, por pjesa e dytë ka qenë taktika e Llopit që ta lënë Fernikelin të lodhet një 15 minuta të vrapoj për fushë. Edhe pastaj vina dete gola e dytë. Aja ka qenë jo përgatitja fizike, sepse u vrejtë në minutat shtesë, Fernikeli nuk është bagazh më për të vrapuar, nuk është bagazh më për të qenë më fleksibil të finalizimi. Kështu që 2 ndërpremje, 2 gollat, unë mendoj që Fernikeli ka ditë do të qysh herët se Llopi shkon për fitore. Unë e kam deklaruar publikisht do të shkoj për fitore në Fernikel. Nuk putën ndeshje për barazim, edhe jam shku për fitore bashkërisht me lojtarët, kena arritur synimet, por Fernikeli të dëshiroj suksesen në kampionat, edhe që do të jetë shumë vështirë, besoj që ka bërë trofe boll dhe besoj që si duhen tjera tash le të tjera. Sa keni konkurrent atë. Lulzim. Apo. Në Vardar. U mërzite që nuk shënove në minutën e 120? Jo, të ndoni me dorë, do të ishte një gol. Po do të ishte, apo thoj se ishte gol mirë, po lojtari këtyre e mohoi me dorë, gjatë që mori edhe të kuqin edhe u bë penallti, me rast edhe ja u dhan një shans për më përmirësu këtyne, mirë po e barazum na, apet. Edhe mirë që ndodhi ajo. Desha të tregoj trajnerit se kjo në minutën e 120 ishte përgatitja jonë fizike, gjitha ajo gjujtje. Edhe mirë po, nuk pa desh, pa desh një mohu fitore në Llopit edhe ne kemi pas mungesat shumëta, si dihet Berma Ali që ka mungu kapiteni Gërbeshi, Besnik Krasniqi që një kohë mungon. Pastaj Bjarand Kurtisha, Mevlan Zeka, mendosh Dredha u fut në ndeshje, më shumë se 10 minuta nuk arriti që ta përballojë ndeshjen për shkak të lëndimit edhe kemi pas disbalancë në ekip për shkak të këtyre lëndimeve, sepse se ta trajneri ka pas mungesa edhe na po të kishim pas këto lojtarë ndoshta i kohë më ndryshe. Trajneri juaj pas ndeshjes ka thënë se
përgatitja fizike ishte më e mirë tek Fernikeli? Po gjë që u vret ajo edhe në pjesën e dytë, për shkak se trajneri po thotë na jena tërheq në 15 minutat e parë pjesës dytë, po ta shohim Fernikeli se çfarë ka, mirë po u vret përgatitja jo në lart fizike, gjë që u pon edhe aksionet mjaft të rrjedhshme me lëvizje, me topa të shkurtë dhe gjatë gjitha. Unë mendoj që kjo është një debat i mirë që na diskutojnë për aspektin profesional të futbollit edhe për na ende nuk kena arrit që të kena me të vërtetë mjetet cilat do ta shohim se cilat skuadra ka vrapu më shumë terren, e cila në klubet europianeve se janë. Por sido që të jetë gjithçka nuk është fuqia, gjithçka nuk është vetëm ti je përgatitur, por duhet të jesh mendshëm taktikisht. Dhe ndoshta mundesh me vrapu ton 30 minuta ndeshje për pas një aksion të rrjedhshëm, ndërsa skuadra e cila ka prevojë është e mençur taktikisht në mënyrë apo në detaj të vogël në lojë derbi fitojnë detalet e vogla, fiton as përgatitja thujse që përçep po në detaje vogël të taktika fiton në ndeshjen. Detajet e vendosë ndeshjen, do na 2 gola i kena jap, 2 gola mund të thonë se asnjëna se ka Fernikeli. Pe penalti 2 golën e parë, autogol ja japëm, golën e dytë me dorë lejtarit dhe dyat asnjë aksion i rrjedhshëm. Në skuadër si Fernikeli duhet të krijojë të paktën në lojë derbi 5 raste për gol. Dëgjom, në aspektin profesional, 5 raste duhet t'i aplikoj por të dalë deri te golla. Po marr parasysh se është lojë derbi. Po sido që tjetë, nuk ka më Fernikeli Llap, apo Ferizaj, apo Gjelan, apo Prishtinë. Gjithë janë të barabarta, edhe pse Fernikeli ka marrë 2 radhë titullin tash nuk do të thotë që do ta merr në hera të tjera, të di që gjitha skuadrat janë kanë punu, gjitha skuadrat janë të punu në aspektin profesional më mirë, kanë rregulluar çështën financiare pak më mirë, ne dimë se Kosovë deri tash ka dominuar çështja financiare klube, edhe nëse s'ka qenë klub shumë i mirë, çështja financiare ka dominuar edhe ka fituar ndeshjet, kështu që tash besoj që jena në veshgimin e FIFA-s dhe UEFA-s, tash duhet të jem të vëmendshëm, duhet të jem të vetëdijshëm, duhet të fitojë ai që më i mirë në terren, ajo është më rëndësi për futbollin kosovar, edhe për neve në përgjithësi. Tani tek penaltit ndonë, keni thënë se keni ushtruar 10 ditë për penaltit. Është shumë e vërtetë. Është shumë e vërtetë. Se 10 ditë janë goxhashëm. Ndërsa problemi tani që u thash shumë kanë më ndalë shumë eksperta të cilët ndoshta asun e vetë ka s'po i kuptoj se çfarë foli mund të bëj profesionistë në lamit huaj, sikur unë tash nëse foli për punën e inxhinierit apo të doktorit. Mendoj se një trajner i cili ka një lojë derbi, një lojë për kupë, dhe nëse nuk punon në penalti, nuk do të jetë një trajner i mirë. Unë bashkërisht me lejtarët kam filluar qysh prej përgatitjeve, e kom ditë që Fernikeli nuk do të mund Llapin me një rezultat të thellë, po ne do të qasim lojës, do të jetë detaje vogël, do ta vendosim në ndeshjen apo ata, do të shkojnë në penalti, edhe ato të them drejtën se për 10 lejtarët e mi kur kam punuar shumë ata në penalti, kam trajner shumë, kam thonë shumë do të punojnë nëse na do të vinë edhe do ta fitojnë ndeshjen me penalti, do të janë për arsye se 2 lojë derbi ato nuk guxojnë shumë të kena kalkulime ne si trajnera. Edhe ashtu në fund lejtarët e panë, me të vërtetë se çka është e rëndësishme që të punohet në aspektin e një plan programi të mirë fit për ndeshjen që do të qasim. Në mbrana Fernikelit, mbrana asoj ndeshje taktikisht rrjedhë kam ndryshuar skuadrën pse Fernikeli vonë kuptoi se çka po ndryshoj, duhet ta ceku tash. Me 3 skemat lojës kam luajtur mbrana për mbrana asoj ndeshjes, edhe 3 skemat kanë qenë funksionale pse u bë gabimi edhe është prek topi me dorë minutat apo sekondat e fundit është gabimi i cili do çdo futbollistit, po sido që tjetë ai është një gabim për një ngarkesës, por ndryshe penalti i cili ato punova me bashkëlojtarët e mi për kupë, po realizova, fitova këtë derbi me Fernikelin, por Llapin gjë më e rëndësishme që po më duket e jo kuptueshme për mua si trajner, është analistat e veçuar që thonë befasi. Nuk di ç'është befasi në skuadër ku vjen nga Liga e parë, bëhet nën kampion i Ligës së parë, rikthehet në Superligë, nën kampion i Superligës, prap vitin e dytë nën kampion i Superligës. Do shta që nuk keni shumë lejtor me emra jo, skuadër. Nuk luan emrin futboll. Nuk luan emrin futboll. Ju lutem, duhet me lënë dakun e kam marr nga Ilian Tajvalis. Edhe për 7 minuta kam realizuar ta. Madje po me një lejtor në 20 vjeç, ta veçoj Kushtrim Shaboni. Ka befasuar me Kushtrim Shaboni lejtari që don nga Akademia e Futbollit Llapit, ato dim krenar pa djalë që shumë klubeve tash edhe jashtë Kosovës do të jenë të interesuar për to se po lëm namoni, por duhet tim anë. Duhet ta ceku këto që nuk luan më emrin futboll. Le ta harrojnë lejtarët dhe klubet që krenuan se na kanë lejtarë që kanë emra. Luan terreni dhe luan lejtarët që angazhohet. Në futbollin modern po vren as skuadra të cilat nuk ka shumë lejtarë me emra, por do të thotë ata po dominojnë në futboll cilësor. Edhe të skuadra Llapit, Llapi nuk është befasi. Reorganizimi i skuadrës Llapit dhe çuria e skuadrës Llapit bën me ditë që është një klub i organizuar shumë mirë
dhe një klub i cili ka ambicie shumë të larta, me një plan program afatgjatë. Jo të shkojnë në lap, si ka ndodhur më herët dhe në skuadra tjera, ku shkojnë për qëllime të caktuara 6 muaj ditë, bankroton komplet klubi apo e skuadër dhe kthehet thotë ka ndodhur tash shkum, nuk është. Nëse mendojnë atë që matutje të gjitha klubet, unë jam trener dhe sot nesër mund mos të në skuadrës Lapit. Po duhet kërkojnë nga trenerat që trenerat kenë një plan program afatgjatë. Dhe pa morë, po nëse në nesër kam interesa më të mira, unë nëse kam interesa më të mira, nesër mund mos jam trener i Lapit, dhe a ditë kur të vrej që ka dikush potencial më të mirë, dhe do ta çoj matutje Lapin, unë liresh do të momentalisht nuk ka. Por po momenti nuk po vrehet, që ka do të thotë ande nuk është ardhur një plan programi i tillë, unë nuk foli me Lafe, por duhet me rezultate. Me rezultate dhe ai duhet më proces më përpara, kjo është e rëndësishme. Pak më lidhë trajneri është shumë e saktë që thotë që nuk është Lapi befasi, nuk ka mundësi me qenë Lapi befasi e kampionatit sepse ka lojtar, ashtu që ka shumë emra, po ka edhe emra, janë Fodi, Berati, Festimi, ata Namona që ta janë emra në futbollin kosovë, edhe nuk mund të thonë që është befasi, por derisa si vjet është nën kampion, vjet ka qenë aty ka qenë 4 në parë dhe i ka mujt ekipet edhe më të forta jashtë, nuk është që është befasi. Ata që quajnë befasi, atëherë gabojnë. Lëzimi, keni servitur penaltit apo jo? Po i kemi servit, mirë po jo edhe as shumë, për shkak se kemi menduar që ta përfundojmë ndeshjen më herët, mirë po nuk na doli ashtu siç i kemi. Ne se kemi servit fare. Kena dorë djes na kalon trajneri. Dje kena dorë me servit. Ju besoni që po na ka thonë s'ka nevojë se s'vjen loja te penaltit. Edhe ka kushtuar Fernikeli, për shembull. Çfarë i tha trajneri pas tyre? Jo, nuk na tha, ishim të mërzitur gjithë, jo vetëm trajneri, po edhe gjithë lojtarët për shkak se kemi punuar mjaft shumë dhe jemi përgatitur për ndeshje që edhe të shkojmë sa më lart në kupë, mirë po na ndodhe që të eliminohemi. Shpresoj tash që të përgatitemi sa më mirë për kampionat. Inshallah, na prind më mbarë se për kupë. Natyrisht i keni rival Lapin. Do të shkojmë regjia me një pamje ekskluzive pse gjithçka duke korrekte dje në stadiumin Recep Rexhepi, duket se policia ka pasur punë me një tifoz.